Shikohet së ndërruar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në takimin ton të përditshëm në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, do t'im së bashku në vijim për të njohur fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës për te ekonomisë. Agent të Byros Kombëtare të Hetimit zbarkuan në Shkodër në kuadër të hetimeve që po kryhen për krime zgjedhore të denoncuara. Hetimi tyre ka çuar në Shkodër edhe kreun e SPAK Altin Dumani, BKH e mbështetur edhe nga policia po kryen kontrole në disa zona si Malësie Madhe, Mjet, Barbullush, Bushat. Deri tani në SPAK kanë bërritur 123 kallëzime për krime zgjedhore nga i gjithë vendi, por hetimi ka nisur vetëm për 35 prej tyre. Pas sherit me grushtat të mbështetësve të Partisë Demokratike gjatë mitingut të Berishës në Elbasan, familja e Luciano Boçit, djalit i të cilit u lëndua në këtë ngjarje të dhunshme, përgënjeshtron deklaratën e Partisë Demokratike. Ndryshe nga Partia Demokratike, që e quan një sherr banal, bashkëshortja e Boçit thotë se konflikti është tërësisht politik dhe banditesk. Ngjarja ndodhi në Elbasan, që e ka ende të freskët krimin në fushatën e vitit 2021, edhe atëherë pikërisht 4 ditë para zgjedhjeve. Në emisionin Real Story, Edi Rama u shpreh i bindur se Partia Socialiste do të fitojë zgjedhjet e 11 majit dhe do të qeverisë e vetme për një mandat të 4. Të ofertën e Tom Doshit për bashkëqeverisje, Rama e konsideroi të panevojshme, teksa u ndal edhe tek incidentin e Elbasan me simpatizantëve të Partisë Demokratike. Rama tha se ardhmja e Partisë Demokratike është drejt shkërmoqjes. Mungesa e rolit amerikan në këtë zgjedhje, Rama i quajti pozitive dhe të vonuar. Tymi zi sërish nga Kalela Sixtine në Vatikan, zgjedhja e papës sëri. Nuk u arrit asnjë nga 2 votimet e mbajtura në ditën e dytë të konklavës. Kardinalet do të kenë dhe 2 mbledhje të tjera për të votuar gjatë ditës së sotme, ndërsa votimi do të vazhdojë ditët e tjera nëse sërish nuk do të ketë një rezultat për emrin e Atit të Shenjtë. Ullet avioni parë në aeroportin e Vlorës. Pista e tij është certifikuar sot. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se synim mbetet nisja e operimeve brenda sezonit veror, ndërsa përmes tij do të kryhen edhe fluturime transoqeanike. Sipas vlerësimeve që në vitin e parë të operimit në këtë aeroport priten rreth 3 milion udhëtar. Kreu i qeverisë Edi Rama ndërkohë tha se Air Kosova, kompania e dytë shqiptare, do të nisë së shpejti fluturimet e rregullta nga aeroporti i Kukësit. Ulet avioni i parë në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se në ver do të nisin operimet, ndërsa vlerësimet janë që vetëm në vitin e parë të operimit në këtë aeroport do të ketë rreth 3 milion turist. Vlera totale e investimit është rreth 140 milion euro. Bëhet fjalë për një investim deri tani 140 milion euro dhe terminali është 17.000 metra katror. Pra i trefishuar nga çka ishte në studimin fillestar. E gjitha kjo sigurisht ka ardhur për shkak të numrave të rritur që ne kemi në aviacionin civil, duke qenë se Shqipëria 2 vitet e fundit mban vendin e parë për sa i përket rritjes në ulje ngritje të avionëve nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Kryeministri Edi Rama premtoi se shumë shpejt Air Kosova, një tjetër kompani shqiptare, do të nisë fluturimet e rregullta edhe nga aeroporti i Kukësit. Një kompani e re shqiptare
Tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Air Albania që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe Air Kosova që do të ketë bazën e vet në Kukës. Për ta konfirmuar këtë, kam sjell me vete edhe certifikatën që mos thonë që është një Photoshop. Ky është regjistrimi i kompanisë qysh në janar të 2025-s. Në aeroportin e Vlorës parashikohet ndër të tjera edhe ngritja e një akademie për aviacionin civil, e cila do të sigurojë staf të kualifikuar. Operatorët turistik ndërkohë vlerësojnë se aeroporti i Vlorës do të ketë një impakt të madh në industrinë turistike dhe interesi ka qenë i lartë ende pa nisur operimin. Për shkak të vendodhjes së tij, turistët sipas tyre do të mund të aksesojnë më lehtësisht jugun e vendit. Kjo ka impakt jashtëzakonshëm sepse operatorët turistik çdo vit, praktikën ka 3-4 vite e fundit, që kanë vizituar Vlorën, kanë ngritur mahnitur nga pjesa e bukurisë dhe e bregdetit të Gjirit Vlorës, por problemi i vetëm ishte mungesa e një aeroporti. Pasi sipas edhe ligjeve të Bashkimit Evropian, turistët nuk mund të thojnë më shumë se 1 orë për të arritur destinacionin, pra për pushime. Ne kemi parasysh faktin se nga aeroporti i Rinjës për shkuar në Vlorë do duhet 2-3 orë sipas trafikut. Kështu që ato e kishin pa mundur që të operonin me Vlorën, flas për turizmin organizuar. Dhe e mirëpritën me entuziazëm të madh këtë dhe pikërisht edhe në sajt garancisë që u dham ne, edhe sajt garancisë që u dhanë autoritetet shtetërore, ato lidhen kontrata me hotelet e Vlorës për të operuar që këtë vit në mënyrë të organizuar. Dhe parashikimi ose plani i fluturimit të parë është me 4 qershor. Premtimi është dhënë për fluturimet charter, pra për linjë dedikuar, jo për linjë të rregull, sepse linjat e rregull do të fillojnë edhe sipas kontratës që ka me operatorin privat për ndërtimin e aeroportit që fillojnë në shkurt. Por është premtuar që këtë vit për shkak të kërkesës që kemi bërë ne, që të operohet me fluturime charter. Për momentin ne kemi vetëm 4 fluturime charter në javë, të cilat kryesisht janë nga vendet e Evropës qendrore, nga Republika Çeke, Polonia, kryesisht nga këto 2 vende, dhe që siç edhe të bëra ditur, janë kontratat para paguara. Për fat, vazhdojmë ta ruajmë këtë trendin rritës. Pavarësisht se ka mjaft sfida, ka mjaft problematika, siç është problemi i sigurimit të fuqisë punojëse, pra të burimi vjerëzore, sidomos i stafit të specializuar, ku ka mjaft probleme, dhe probleme infrastrukturale që normalisht është pjesë e pikut që gjeneron shumë ngarkesë. Por ajo që është e rëndësishme, kemi ardhur gjithmonë, domethënë vazhdimisht kemi qenë në një rritje 10-15%. Edhe viti kaluar e dini që ishte gati 15%. Mendoj që edhe këtë vit do të jetë një rritje. Kjo referuar, domethënë, atyre fakteve, se po flasim pak edhe në ajër, sepse nuk ka logjik, por për sa i përket 2 kategoritë të turizmit, pra turizmi organizuar ne kemi të faktuar për shkak kontratave që janë lidh që vitin e kaluar dhe dim se ka i rritje, por edhe nga kontaktet që kemi me subjektet akomoduese, pra me strukturat akomoduese në hotelet, ka një rritje konfirmuar nga ato, krahasuar me tjetën periudhë të vitit kaluar. Kështu që mendojmë edhe këtë vit do jetë një rritje. Nga cilat vende vinë kryesisht turistët? Po janë tregjet tradicionale, siç është tregu polak, tregu domethënë Evropë qendrore, në përgjithësi lindore qendrore. Kemi tregun spanjoll, i cili ka disa vite që po ecën dhe po vjen rritje. Edhe nga Portugalia ka, flas gjithmonë turizëm të organizuar, me chartra, ka nga vendet baltike, po kështu edhe nga Evropa, nga Gjermania, nga vendet nordike ka jo në Durrës, por operojnë në Saranë nëpërmjet Korpusit, flas turizëm organizuar.
Por keni parasysh faktin që Shqipëria tashmë është bërë lehtësisht, domethënë e arritshme për shkak të linjave low cost dhe numri më i madh i turistëve qëndrohen nëpërmjet këtyre linjave që vinë, që rezervojnë qerët biletën e avionit dhe kapin një çmime shumë ekonomike. Kështu që kjo është edhe ajo që ka ndihmuar shumë, themi edhe në rritjen e numrit të turistëve në Shqipëri. Kemi edhe nga tregu izraelit, cilët këtë vit kanë filluar me fluturime direkte dhe kanë 3 fluturime në javë, dhe pothuajse gjitha ata fluturimet ka qenë plot. Po kështu kemi edhe nga vende tjera, domethënë të Azis, nga Emiratet, nga shtetet tjera. Por domethënë nga viti që vjen, fillojmë që domethënë shpresojmë për do fillojmë me tregun amerikan. Po ndiqni Mani Reportën, ndërkohë do të shkojmë tani live në Kuç të Vlorës, aty ku ndodhet kryeministri Edi Rama. Jo, do vem më mirë të do na bini në një kafe mu. Apo s'ka kafe? E pi tu? Do pim bashkë. Ne që e pit na falës, po s'kemi ardhur në unes. E kam marrë këtu, ja. Marrë këtu se... Ka të mërëv në ferë, që do shkojnë kuqë. Po jo, po dhe në fjerë, po dhe atje... Edhe atje kur ishe atje, jo po në e thuj, këtë të themë, është ekskluzive e kuqit. E ke dëgjuar kur thonë këta të medjave ekskluzivja, fillohen edhe. E the e mbajt e fjallën. Kjo tavolinë që Që me, da shpëllohu që jo, s'kam qënë. ka pasur tjetër në hotel. Po, ka qenë, e ka dhe emri ke picenat. Ajo lidi spontane, gatmuar që bashkë tu edhe janë estim që Tashi ka ardhur në hotel zoti Kuçi, nga Kuç. Jo është lapërie sertë, ne për tyje. Mirë, shef.
Je shumë i madh, ja banjo, kismeti jot kë. Ja dhe kismeti jot këtu. Ja dhe kismeti jot këtu. Përvete zoti Jo, lërta, po ne jo se zgjedh me unë çfarë, ky është kismeti jot, ky është jot. Faleminderit zoti kryeministër. Mi se keni ardhur në Kuq. Ju në harkun kohor të 5 vjetëve të fundit ju e keni vizituar 3 herë Kuqin. Për punët që kishit nisur dhe për para 4 vjetëve në këtë lokal, pikërisht në këtë vend, në këtë tavolin, ju keni nënshkruar fitoren e Partisë Socialiste, forcës më të madhe që drejton Shqipërinë. Ne quajmë kontrata e Kuqit. Memorandumi, po, bravo. Më fal edhe një herë. Ne quajmë memorandumi i Kuqit. Sot përsëri Memorandum mirë kuptimi. pas 4 vjetëve që ju vini, nderoni fshatin ton që keni ardhur. Si e? Falë, ta këmë që i zonjat se... Suksese! Allah të qoftë! Dhe mbarësia ju ka njekur në nënshkrimin e memorandumit parë. Pa tjetër që kjo do jetë më domethënse, sepse të gjithë njerëzit tanë madh, jo vetëm këtu në Kuqën Labri, e kanë vlerësuar që vetëm Partia Socialiste me ju në krye është forca që në 2030 pavarësisht. Jo më kanë vlerësuar dhe gjë tjetër, vetëm në Kuq, nga Kuqi mund të marrin vesh në gjë se nga media s'kuptojnë gjë fare. Hajde për të mira. Ju keni pasur një noter të zotin radhën e parë, jo si Latifin e Bufit, dhe kështu do të kemi prapë edhe sot. I nderuar, Kemi nga preguar. urojmë gjithë mirat. Hajde, duar në njerë. Radhën e parë ftohet basi se la 73-74 Jo, pas të vëllë. Jo, e ftohet shumë vetëm nga ato. Tani t'ju them dy fjalë unë përpara se sa të bëjmë të, po nuk të lënë ata, të lënë na morën përpara. Ua, ai që më pa me inat, po qa ke me mua më? Ja, e shikoni, i vetëmi që, qa ka i me mua më? Thuaj që thuaj. Ore, qa ke me mua ti më? Ore, me inat shumë e ke sot me mua. Kemi historit vjetë. Jo, dy gjëra kisha. E para ishte kënaqësi e madhe të vije nga kjo rruga në ato luginën, bukurie e madhe. Edhe e dyta më vjen shumë mirë që fjalën e dhash edhe ja qendra po bëhet. Edhe tani duhet punuar Vangjel për ca edhe ishte bërë një si bujtinë këtu lart. Po, duhet punuar një çik për ca bujtina më shumë. Edhe gëzuar dhe njerë ju paqa. Tani memorandumi ku do e bëjmë këtë? Po. Thanë mos më një kështu këtë bërë abim për të qetë. Këtu e kemi po. Këtu e kemi. Ta diskutojmë është rashtu. Këtu po po. Këtu. Hapin që këtë. Se do e mëri kornizaj. Po, normal. Do të mendojmë edhe për kornizaj. Hapi pak. 5.000 euro ka vajtë lera? Sa e ka vajtë lera taj? 5.000? Ma kërkuan 5.000 se dash. 5.000 ta kërkuan. Asi në qatë ajo do jetë Që mos tisha për lekët po. Se dash. Ajo do jetë në atere. Këtu jemi fillojmë. Këtu kemi aktualitetin. Kuksi, Libra, të gjana ta më në pëllë. Shkodra, Mos në ngatroni i vërë. Gexha, Durrësi, Tirana, Elbasani, Lemo tani. Fieri, Lora, Beranci, edhe Gjirokastra. Gjirokastra e Vangjelit. Regu? Tani, këtu jemi 74. Apo ja? Këtu jemi 74. 74 nuk lëviz. Do më dhënë,
Jo, dysheme, kjo nuk lëviz. Këto nuk lëvizin më, janë të pa lëvizshme. Tani, këtu do kemi minimumin. Do vesh 2 domethënë. Kjo është 74, po pra si që vëra dhe atje. Kjo është aktualja. Do lëviz. Tani këtu kemi minimumin, maksimumin. Tani minimumi është 1 në Dibër plus, 1 në Shkodër plus, 1 në Fier plus, dhe 1 minut mo, 1 në Fier plus, dhe 1 në Elbasan plus. Ky është minimumi 78. Nën 78 nuk bie Partia Socialiste. Fitore. Nën 78 nuk bie Partia Më shumë do marrë. 1 minut po tani. Po ne mund të vëmë sa të duam këtu se ndore kemi, po puna është kjo nuk është as fall. 80. Jo, as fall as lotari. Ura nga usi mosha A dëgjoj mua. Shalika i bure atje 80. Vendosja Po do më dëgjosh mua. Që t'jemi të qartë bashkë. Se ky nuk është as fall, as lotari, është memorandum. E kupton? Si jemi këtu duke u tallu tani, se memorandumet janë për historinë. Si do ta bëj? Ta vë unë sa do, ta vë kote dhe pastaj ta vërit muraj. Ti kem dhe emrat. Memorandum 2. Dhe në një emre duam me fushë. Që emri? Po na kemi qenë këtu nëse dhe në parë. Do ta bëjmë dhe firmosim atë? Patjetër. Tani, këtu jemi tek minimumi. Tashi 78 është minimumi. Merr dhe një Tirana. Tani kalojmë tek çfarë do marrim plus kësaj. Domthon, Merr një çfarë Tirana. janë të 1 minutë tani. Çfarë janë të mundshme plus kësaj? Është një në Kukës. Është e mundshme. Domethënë, kjo është 100%, ja. Këtu jemi me 50%. Dakor? 50%. Një në Kukës. Kemi Flamur Noka që do një merret një në Shkodër. 1 minutë më. Kemi një në Shkodër. Po. Një na ka ikë nga Korça ka. Kemi një tjetër në Dibër të mundshëm. Po. Kemi një në Lezhë. Kemi një në Durrës. Kemi 2 në Tiranë. Kemi edhe një tjetër në Elbasan, në Korçë nuk lëvizim, rim të 6. Kemi edhe një tjetër në Fier, kemi edhe një në Vlorë. Këto janë të mundshme, me 50%. Ai Vlorës mund jetë. Atëre, 78, edhe një 79, edhe një 80, edhe një 81, edhe një 82, edhe një 83, edhe 2 84, edhe një 85, edhe një 86. Se më ngatronë. Jo, 85. 1 minutë tash, 1 minutë. Edhe herë. Po ta vjen njëra vdekje në kë. 78, edhe 2 80, edhe 2 82, edhe 2 84, edhe 1 85, edhe 3 88. Kjo është në këtë do lëvizi, midis kësaj dhe kësaj. Në këndvështrimin tim nuk do jetë as kjo, do jetë diçka këtu midis. Se diku do marrim, diku do lëmë. Diku midis do jetë. Midis 78 dhe 88 lëviz Partia Socialiste këtë herë. Dakor? Edhe Për si maç. Edhe kështu jo më po e fermos këtu.
Memorandumin urdo, tani vazhdo idin firmat ju. Ne që kemi qenë 5 vetë. Shumë, vazhdo. Kush ka qenë unë? Ku të thua që aty poshtë bufit. Atje te bufit. Te bufit. Mos është më forca e grisë u tek. Bërja dhemi, bërjem. Ka përcjellë. Gjezo si në vërë. Ashtu. Kemi qenë 5 veta kemi qenë. Dhe të mërë tek, Po qa më dhimuar tani do t'a shpoj letrën në burë, se e ka me shpim të burë. Mos sa ka në një natë. Po e ka me Turjele burë, i do t'a shpuar letrën. Firmoseve ti këta. Do e firmosve ti në qizën, po që hajde pak, po pa tjetër. E bëri vrim, mo. E bëri vrim. Kuq? Pes, 25, Po sa bërë? 5, 25, numri 5. Në rregull jemi. Ha? Sa bë. Tu jemi. Tani, jo. Kam sjell dhe një dhuratë. Hajde këtu, hajde, kush hajde? Hajde këtu. Shi qa sjell këtu. Kush? Mjalt koçimare Landi. Hajde Landi. Mjalt koçimare. Hajde Landi se kam... Do të firmos vet aty, të lutem. Landi, Ato firmos e ka bë. kam dhe një dhuratë për ty, Landi. Që ta kesh tu për memorandumin. Jo do pritet në kornisë do vijë aty. Dakord? Edhe këtu kam një dhuratë për ty. Kam sjell. Certifikatën. Pasaporta. Pasaporta europiane. Shikojmë që... Okej. Ja urdo këtu. Kjo është një... Roland Landa. Landit, po e dhonë të shi. Landit. Bisha. Jo, s'ka Landit. Problem ose di çka do bëjmë çkini. Landit, rojes. Së memorandumit. Memorandumeve. Ja, goja, shive të bukur është? Ha? Urdo. Ta gëzoj bëra. Dhe bërë atje në atë, këtu e ke brenda, Landit, rojes së memorandumeve. Koriz do me dhe kjo mos kemi era koriz. Ma jep dorë mua në radhë parë suksese. Hajde, ro. Ishte kënaqësi. Edhe këtë radhë i ke nga mua, pastaj me vrava, nuk kam çfarë të bëj më, do iki ju. Me diabet, po ditë, jam me diabet. Ku do ikësh ti? Në radhë të parë falenderoj që ke ardhur sot në Kuq. Na ke bërë radhën e parë një llaf të bukur. Që deri djeg një pirë rakinë e një tjetrit. Sot jemi të lodhur nga puna. Vetë fat i madh që bën rrugët, se i takordhen gjohën bashkë, edhe në nivel lart jemi takuar për gjithë vetëm për rrugët. Sot nuk kesha bën më Kuq. Na ke bërë dhe sheshi. Tani vi pi rakinë të tjerë. Tani vi pi rakinë të gjithë edhe presën e miq. Unë të kam një drek si që kemi lënë muhabetin bashkë. Me 100 veta kur do shefi e ke gati drekën në Kuq, jo Kuq, jo Tiranë. Dgjoj. Landi. Tani është e vërtet vinë dhe për të parë memorandumin, ha? Shumë. Ja do shosh nesër. Do shosh nesër, po. Full. Po sot vetëm ta bëj sot kornizën. Do bësh kornizën ti sot, e ke të madhe këtë. E ke dhe presën shumë. Me xham. Atë në një vend, Me xham.
Jo, po shiko, futja brenda xhamit këtu. Po i neve vetë do mos kemi me reakcion për këtë. Po se dhe unë jam me reakcion drejt, nuk më rrihet. Nuk më rrihet mua. E pe që dolën, e pe. 65 au. Dolën than ka marrë Edi Rama këtë yllin, ja mori Europës. Unë po ja jap Europës, se kam bërë vetë. Ja mori Europë, këtë kam bërë vetë. A vizatuar vetë që? Ju falenderoj shumë. Me shëndet, suksese, me të mira, Zoni. Zuar. Komisioni do vinë. Patjetër. Landi do vinë të bëjmë këtu një fest vogël. Kur të mbaroj sheshi, do bëjmë një tavolinë të bukur, po jo dark, se dreka. Kur të mbaroj sheshi, do vi këtu të bëjmë tavolinë të bukur, do organizoj shtim Evangelin, do vim këtu me këngë, me valle dhe ai pusha i ikuaj, shef tashun që më ka i natë sot, ku është? Hajde gëzuar. Hajde. Ju paqa. Ja dhe këtë, se dhe kjo është pjesë muzeut, po. Si u lapsi, po, në firmosh memorandumi. Janë mjetët. Paqa. Fitore. Nga 78 a diqoj, ndoshta deli jodja, ndoshta deli 78 është diferenca. Edhe një, mirë paqa. Mirë paqa. Ishte kryeministri Rama nga Kuçi i Vlorës, nga ku ka bërë dhe parashikimin për mandatet që fiton Partia Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Në një skenar bazë shkon me 78 mandate, në një skenar më optimist me 88 mandate. Ne kemi ardhur kështu në fund të Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime i ndiqni duke klikuar edhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informonin korale në valët radios në frekuencën 105 FM. Pas pak vjen Jeta Kasemi, bashkë do të ndahemi këtu.